Dua ta lidh me protestën në fakt. Mendon që qytetarët do të lodhen nga këto protesta duke mos e çuar në asnjë vend, le të themi, opozitën dhe apo e lidh Partia Demokratike vërtet këtë protestë me hallet që në të vërtet kanë qytetarët? Këtu mendoj që ka një lloj dallimi midis asaj që do të quaj një protestë qytetare, por një protestë që u intereson qytetarëve dhe një proteste politike. Në këtë rast kam përshtimin që PD-ja nuk po e përkthen dhe opozita në tërësi, bashkë me aleatët, nuk po e përkthen mirë interesin popullor në protesta. Besoj se është e fokusuar shumë tek aspekti politik i saj, sesa te aspekti popullor. Për shkak se ka disa çështje apo shumë çështje, le të them, të cilat e shqetësojnë qytetarin e thjeshtë, por nuk besoj se PD-ja po i transmeton dhe po i zbret ato në shesh, duke krijuar edhe një lloj revolte apo duke krijuar një lloj inati popullor kundër qeverisë. Edhe kjo më bën disi dyshues te kjo aspekti i mbështetjes, tek asaj mbështetjes masive të popullit apo të njerëzve të cilët do derdheshin në rrugë. Në këtë rast shikoj shumë të fortë këtë ndarje dhe besoj se kjo ndikon dhe te pjesëmarrja apo te numrat. Nga ana tjetër shikoj edhe një pyetje që besoj se duhet shtruar a është përveç se populli i zakonshëm, qytetari i zakonshëm, a është demokrati i lodhur? Dhe më duket sikur një pjesë e demokratëve janë të lodhur, jo vetëm nga dalja për 13-14 vite në protestë dhe duke mos pasur një rezultat ndryshe. Pra, çdo herë thuhet që e rrëzuam Ramën, Rama ra, e rrëzuam, nuk është më Rama kryeministër, por çdo vit pas 14-15, nëse një demokrat përballet me këtë realitet, besoj se jo vetëm do lodhet, por do t'i vijë në majt hundës gjithë ky realitet i cili po duket sikur po shkon në mandati 4, mandati 5. Dhe ka një lloj pezulltie, një lloj mungese shpresë, besoj se te demokrati thjesht, tek ai që punon në rrethe dhe ai që është realist. Pra, mendoni që ka bërë gabime, le të themi, opozita që ka shkuar në këtë lloj forme aksioni tyre? Nuk do ta gjykoja si gabim, unë kam përshtimin që gabimet e opozitës janë tjera dhe më të mëhershme, por besoj se është një lloj strehe e fundit për reagim dhe një strehe e fundit për të krijuar një lloj revolte popullore apo për të krijuar një lloj reagimi shumë fort popullor që t'i vi nga pas, edhe për të krijuar atë që opozita kërkon, një qeveri teknike, që realisht më duket gjithsesi një kërkesë jo shumë logjike dhe jo shumë politikisht mirë nga ana opozitës, sepse është provuar pavarësisht se gjithmonë i vihet faji zotit Lulzim